Atëherë dashur, u rikthyem studio ku do bisedojmë sot me një student të shkencave politike, mbi shumë le të themi tema të ndërlidhura, por kryesisht për studentët si vëzhgues dhe zë të kësaj shoqërie. Flasim sot me Mustafa Osmanin. Përshëndetje Mustafa, shumë kënaqësi që të kam në emision. Edhe për mua është kënaqësi të jem këtu pranë jush. Atëherë, Mustafa, dua të nisim si student i shkencave politike, a ndihesh shpesh më shumë si vëzhgues i asaj që ndodh në shoqëri apo si pjesë aktive e saj? Duke u nisur nga fakti, unë gjithmonë mendoj që individi apo qenia njerëzore do të jetë një subjekt aktiv dhe në vendimare, domethënë politike, por edhe në atë institucionale, por edhe në struktura, domethënë të shoqërisë civile. Unë besoj që roli i studentëve, duke parë edhe aktualitetin që po ndodh tani në shtetin tonë, po rritet vazhdimisht, por kjo po ndodh ndoshta edhe nga vetëdijsimi, domethënë relevant që kanë studentët, por edhe domethënë tek interesimi i shumë domethënë për proceset, domethënë dhe domethënë konsensuset politike që po ndodhin në vendin tonë. Pra është një interesim i madh domethënë i studentëve, përfshirë prej shoqërisë civile, po kemi edhe studentë që janë përfshirë në parti politike, që duan të japin domethënë kontributin dhe të shfaqin vlerat domethënë të tyre. Pse thua po ndodh kjo? Thua që po vjen si një numër në rritje, apo le të themi po rritet niveli të interesuarve, studentëve të interesuar. Duke parë edhe transformimin, domethënë shtetëror tek ne, unë besoj që studentët po e shohin, por sot po jetojmë në botën, domethënë, e globalizmit, në botën postmoderne dhe ne, domethënë, me transformimet dhe me reformat teknologjike që po ndodhin, ata domethënë kanë krijuar një mekanizëm që na kanë sjellë gjithë hapësirën globale, domethënë, në një vend. Pra dhe ne sot domethënë po shohim që kemi protesta studentore, domethënë gjithkund domethënë kemi, por kemi edhe një lloj aktiviteti relevant dhe relativ domethënë të studentëve në qarqe domethënë të politikës. Ndoshta edhe kjo, mendoj që ndoshta është edhe faza e globalizmit që e ka shtuar atë interaksionin domethënë kulturor, social, që ka ndikuar që studentët të jenë më jo vetëm spektator ose vëzhgues në politikë, por të jenë edhe domethënë përçues të mesazheve të mëdha dhe të ndikojnë në proceset politike. Pastaj që mendoj që roli i studentëve gjithmonë nuk duhet të mohohet, përkundrazi duhet të çmohet. Pra ajo është roli i studentëve, pasi që nuk duhet që ne ta reduktojmë termin student vetëm në një hapësirë të ngushtë universitare. Pra studenti nuk është vetëm brenda hapësirave të universitetit. Unë besoj që njeriu është student pikës pari gjatë gjithë jetës së tij duhet të jetë student, por edhe dita edhe në gjithë hapësirat shoqërore, domethënë ai duhet të jetë domethënë të ketë rolin dhe të ketë domethënë vizionin e studentit, pra, që të ndikojë në gjithë proceset për të mirën e shoqërisë normalisht. Po i marrin gjithsesi le të themi rezultatet të dëshiruara studentët të cilët janë të përfshira në këto lëvizje apo në këto aktivitete që po mundon bëjnë pak ndryshime ose punën për ne. Siç e cekët edhe ju në fillim, unë jam student i shkencave politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe kjo për shembull aktualiteti shtetëror që po ndodh tani tek ne ju përket studentëve të juridikut dhe unë nuk jam domethënë nismëtar i asaj domethënë proteste, por unë kam atë sa e munduar dhe unë i kam përkrahur studentët domethënë të juridikut, pra nuk meritoj asnjë merit unë këtu dhe asnjë lavdat. Por besoj që jemi përfshirë të gjithë, sepse të gjithë kemi pasur një lloj empatie, një lloj domethënë bashkëndjenje dhe bashkëlidhje me ta për një problem që mendoj që shpërfaq një banalitet dhe absurditet institucional tek ne. Prandaj shikoni sot politikanët tonë në shekullin 21 po bëhet domethënë fjalë se a duhet domethënë të lejohet në një provim të thjeshtë jurisprudencë domethënë gjuha shqipe. Dhe kjo tregon edhe një amulli institucionale tek ne, por edhe tregon domethënë edhe një lloj domethënë mungese ndoshta të aftësisë institucionale të faktorit politik shqiptar, i cili mendoj që kam të drejtë këtu, jap vetes një të drejtë që nuk i ka zgjidhur çështjet, nuk e di ndoshta nuk ka pasur mundësi apo domethënë nga për shkak të heshtjes së studentëve nuk e ka zgjidhur një çështje. Por edhe heshtja e studentëve nuk do të thotë që e legjitimon domethënë mosaftësinë e tyre domethënë për të materializuar dhe institucionalizuar një të drejtë të tyre. Sa të kënaqshme gjithsesi e shet ti le të themi përfshirjen e studentëve, jo vetëm në këtë rast në prodhimin e jurisprudencës, por në përgjithësi në të gjitha aktivitetet ose format që ata do duhesh të përfshihen. Unë besoj që studentët duhet të përfshihen në gjithë, domethënë në gjithë këtë korpus politik dhe apo bëjmë mjaftueshëm. Tani themi unë gjithmonë them që
politika asnjëherë, domethënë, nuk është, domethënë, një aksion, domethënë, të themi deduktive, nuk është diçka e cila mund ta përkufizosh. Të merresh me politikë gjithmonë, domethënë, ka një qasje normative politike. Gjithmonë ti tenton ta bësh më të mirën tënde, domethënë, ti japësh virtytet e tua, domethënë, për ta bërë më të mirën. Por edhe konkretisht tek roli i studentëve, besoj që ata po mundohen domethënë, me gjithë ato potencialet e tyre që ta konfirmojnë një shoqëri, domethënë, të drejtë. Pasi që dua të cek një thënie, domethënë, të Platonit, cili tek libri i tij Republika, në mos gaboj, përmend që shteti i drejtë është një shoqëri e drejtë, apo një shoqëri e drejtë, domethënë, krijon shtetin e drejtë. Pra nuk është një marrëdhënie subjekt-objekt, por është një marrëdhënie e dyanshme. Prandaj për të formuar dhe për të krijuar një shtet të drejtë duhet, domethënë, që shoqëria e drejtë, domethënë, të jep, domethënë, sinjalet e saj për të ndërtuar shtetin, domethënë, shtetin të drejtë, dhe mendoj që e përshëndes dhe, domethënë, dua ta çmoj këtë aktivizim të madh, relevant, domethënë, politik, të studentëve për të ndryshuar diçka në këtë shoqëri dhe shtet. Para shumë nga kaq sa folëm, nga le themi prekëm ca pika që mund të jenë edhe arsye të përfshirjes së studentëve apo të përfshirjes dhe studentëve në politikë ose pak në fushën e politikës. Janë këto arsyet që vetë u përfshive në degën e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, apo kemi diçka ndoshta edhe në mendje? Jo, unë gjithmonë kam qenë një pasionant, themi, sidomos i filozofisë, domethënë, edhe pse filozofia është një degë e cila është lehtë për të lexuar, por rënd për të kuptuar, unë besoj, por gjithmonë kam ndjekur atë domethënë, rrjedhën politike, dhe po do përmend këtu një politikan të cilën gjithmonë e kam ndjekur dhe asnjëherë nuk e kam kuptuar, ka qenë në shembull kryeministri i Kosovës, i tanishëm, që është Albin Kurti. Si fëmijë gjithmonë ndjekja ato diskutimet e tij të zjarrta në parlament, në studio, domethënë, dhe ishte diçka e cila mua më jepte një kuptim për botën, dhe unë filloja prej në fëmijëri të mendoja që është politika ajo e cila i jep dimensionin gjithëpërfshirës botës, domethënë, është politika ajo e cila gjithë shoqëria funksionon në bazë, domethënë, të një politike. Pra nëse ke një politikë shtetërore të gabuar, gjithë shoqëria mund të shkojë, domethënë, në gabim, domethënë, një disfat, por besoj fuqishëm që është politika, janë institucionet e formuara nga qytetarët, ata të cilat, domethënë, ndikojnë në përditshmërinë dhe në të ardhmen e qytetarëve. Prandaj ishte kjo shtysë e imja, domethënë, që të merrem me shkencat politike. Si tema në përgjithësi, politika dhe zhvillimet e saj, sepse fundi a fundit janë gjëra që na prekin që secilin prej nesh dhe juve si student. Studentët, qoftë ju të shkencave politike vë dhe rrethin, besoj ke shoqëri edhe nga degët e tjera, temë shumë që shmanget, apo faktikisht e flisni, e sqaroni, apo jeni të lodhur më si student nga tema? Unë mendoj që termi politik tek ne ka marrë një konotacion të gabuar. Nuk e di, ndoshta për shkak të veprimeve të gabuara të politikanëve, sot i thuar dikujt që po merresh me politikë është çmoralizuar paksa politika tek ne. Është larguar nga një normë morale, nga një normë, thënë, e të drejtës, domethënë, politika. Pra kur i thua dikujt që po merresh me politikë, ai gjithmonë të jep ato epitetet negative dhe para shumë si një lloj njëllosje, njëllosje, domethënë, se ti ke hi për interesa personale apo individuale, por mendoj që për mendimin tim, besoj që politika është në fund të fundit ta dim kush jemi dhe kundër kujt jemi, ka Samuel Huntington një thënie të famshme, por edhe e dyta është, më thënë, ta ndërtosh të ardhmen mbi parashikimin ta ndërtosh të tashmen mbi parashikimin e të ardhmes. Kjo është definicioni më spektakolar, do thoja, i politikës, sepse roli i politikanit është që ai, domethënë, të marrë hapat e nevojshme për të ndërtuar të tashmen që dhe nën vazhgën e parashikimeve të së ardhmes. Kjo është roli dhe definicioni kryesor i politikës sipas mendimit tim, dhe edhe Aristoteli, shembull, edhe Platoni dhe gjithë filozofët kanë theksuar rolin e virtyteve, dija, urtësia, trimëria, ata të cilët duhet të udhëheqin, domethënë, shembull Aristoteli në veprën e tij politika thotë që virtytet janë etosi institucional dhe kulturor, domethënë, i një shoqërie. Prandaj do të jenë virtytet dhe ne do t'i shfaqim virtytet, domethënë, në sferën politike. Ndryshon ose të paktën ka ndikuar mënyra ndoshta apo studimi në mënyrën si i perceptoni dhe faktikisht ju i merrni tani lajmet, apo si i mendoni apo si i perceptoni lajmet që ndodhin apo zhvillimet politike sot? Besoj në këndvështrimin personal ka ndikuar shumë qasja ime dhe politikës. Unë gjatë kohës, tani jam viti 2 në studimet universitare,
po e kuptoj politikën, më thënë, në aspektin real, më thënë, të saj. Më thënë, edhe lajmët tani, më thënë, arrim pak sa t'i kuptojmë. Se që gjithmonë si fëmijë kemi pasur radhë, më thënë, që babai na thoshte, më thënë, të heshtim sepse tani po dëgjojmë lajmë, ne nuk i kuptonim as pak. Ndoshta tani kur po hym në botën universitare, në botën e librit, e kemi pak sa më të lehtë t'i kuptojmë, por edhe duke ndjekur aktualitetin, pastaj më thënë mund të ndërlidhim gjërat. Por përsëri është për mendimin tim është gazetaria, janë mediat, ata të cilët më thënë qëndrojnë mes pushtetit dhe shoqërisë, ata të cilët duhet t'i tregojnë nevojat e qytetarëve pushtetit dhe më thënë detyrat e pushtetit më thënë ndaj qytetarëve. Çfarë pune po bëjmë ne këtu apo si po e bëjmë këtë punë? Dua të di pak nga këndvështrimi i si student edhe vetëm nga kjo qasja pak më ndryshe ndaj politikës, se sa ndoshta shumica. Mendoj që të merresh me gazetari për mendimin tim është një profesion i më i dinjitetshëm i njeriu, domethënë. Se siç thash, qëndron gazetaria në thelb, qëndron mes popullit dhe pushtetit, mes domethënë aparatit shtetëror dhe mes aparatit shtetëror dhe strukturës domethënë shoqërore. Dhe ti duhet të jesh gjithmonë në kërkim, gjithmonë domethënë duhet të jesh në dinamizëm domethënë të lajmeve, nuk duhet të hik asgjë për t'ia konfirmuar dhe për t'ia domethënë kanalizuar domethënë popullit. Prandaj është një punë që kërkon mund, që kërkon edhe domethënë puna më dinjitetshme, domethënë do e potencoja normalisht. Çfarë shohim ndonjë gjë sot le të themi në shoqëri, nga këndvështrimi yt personal, po qoftë ndoshta edhe si shoqëri, që të tjerët nuk e vënë re menjëherë apo nuk është edhe shumë e dukshme, por po ndodh. Është aty mes nesh. Për aspektin e, do thënë, në përgjithësi ndoshta lëvizjeve, apo angazhimi studentorës edhe nga ana e politikës. Varësisht ajo ndoshta nëse kanë diçka si kriter ose diçka të veçantë secila, qoftë angazhimi i studentëve ose edhe thjesht angazhimi yt ndaj politikës ose qasja ndaj politikës, diçka që ndoshta shumica nuk e vë re menjëherë ose e keq kupton. Normalisht mendoj që çdo veprim i tanishëm vlera e saj dihet në të ardhmen. Prandaj unë gjithmonë, më thënë, jam i idesë që domethënë veprimet domethënë që i bëjmë tani, domethënë ndoshta domethënë fitimet e saj, ato themi favorët që do na jepet, ne do t'i shohim në të ardhmen. Shembull, për marr aktualitetin e sotshëm, pra protesta e gjithanshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut e studentëve shqiptar për një të drejtën të tyre natyrore dhe nuk është ndonjë kërkesë e cila rrezikon domethënë institucionet shtetërore, nuk ka të bëjë as pak, nuk është ideologjike, është administrative dhe nëse nesër ajo domethënë aprovohet, atëherë ne studentët e juridikut konkretisht do të shohin domethënë të mirat e saj në të ardhmen, sidomos ata të cilët do të vazhdojnë pastaj juridikun, për shkak se do të hyjnë domethënë në provimin e jurisprudencës në gjuhën domethënë shqipe, do ta kenë domethënë edhe më të lehtë. Pra çdo veprim domethënë që bëjmë tani, domethënë ka refleksionat e saj domethënë në të ardhmen. E çfarë pret ti më konkretisht, pasi është një veprim le të themi ky që ke zgjedhur të ndjekësh shkencat politike, marrëdhënia ndërkombëtare, po çfarë atëherë pritet në të ardhmen, çfarë pret ti prej saj, apo vetë ndoshta edhe nga vetja, nga angazhimi yt në këtë sferë? Nuk e di, është ose çfarë pret edhe ato ndoshta të t'japin ty. Por mendoj që më thonë mentaliteti politik të ne duhet të ndryshohet. Qofsh e gabuar, por tek ne është kjo brumi nacionalist që e ka mbajtur domethënë të mbyllur shoqërinë tonë, e ka mbajtur konservatore dhe do të jetë domethënë dinamike sepse ka të bëjë domethënë me nevojat shoqërore. Unë do të përmend një koncept të Ahmet Davutollut, i cili bashklidh domethënë shtetin me sistemin domethënë lëvizjes muskuloskeletor të njeriut, ka i thotë që ashtu si këto sisteme i japin lëvizshmëri, efikasitet dhe qëndrueshmëri njeriut, edhe shteti domethënë duhet të jetë domethënë mes ngurtësisë dhe elasticitetit. Prandaj një shtet që dëshiron të jetë themi i suksesshëm, ai duhet të jetë domethënë edhe elastik edhe i ngurtë. Për shkak se nëse ne nuk përpiqemi të ndryshojmë rrjedhën e këtij shteti, atë ne do të ngulfatemi nga konjunkturat globale. Pasi që shikoni Europën, shikoni shtetet domethënë skandinavike dhe gjithë shtetet cilët kanë një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, ata po ecin dhe po apërojnë domethënë me kohën dhe ne po ngelemi pas. Për shkak se ata po shkojnë domethënë me rrjedhën e teknologjisë, me përparimet shkencore, ndërsa ne po ngelemi ende me atë brumosin nacionaliste dhe do vi dita që ne domethënë si shtet do jemi të izoluar. Nga cila faktikisht nuk ka benefita askush, thjesht negative po. Sepse zhvillimi i një shteti fundit nuk është domethënë
thënë zhvillimi i nacionalizmit. Kjo është politikë e shekullit 19, por zhvillimi, më thënë, ekonomik. Po sipas teje kjo vjen, le të themi, vjen ndryshimi nëse ndryshojmë mentalitetin e shumicës popullit apo të politikanëve, apo është diçka që gërshëtohet e dyanshme? Është diçka e dyanshme. Është diçka e dyanshme, pasi që do të thënë veprimi i njerëz ka refleksionin tek e dyta apo e kundërta e kësaj, për shkak se mendoj që nëse ndryshohet mentaliteti i politikanëve automatikisht ndikon tek qytetarët. Apo edhe një vetëdijsim i qytetarëve automatikisht ndikon dhe do të jetë një stimul apo një presion tek politikanët që ndryshojnë politikën e tyre. Prandaj nëse qytetarët do angazhohen për programe reale, politike, ekonomike, sociale, atëherë edhe qytetarët edhe politikanët, më falni, e kanë të detyrueshëm që t'ju përshtaten, domethënë, kërkesave të qytetarëve, për shkak se fundit shtetin e përbëjnë qytetarët. Dua të themi pak tek studentët edhe tek institucionet në përgjithësi. Ndoshta nuk kemi në nivelin më të kënaqshëm se sa ju dëgjojmë faktikisht juve si student, po dëgjoni sadopak apo mendoj që zëri ynë dëgjohet vetëm në rrugë, në institucione jo. Kjo është ajo politika e gabuar. Dhe unë gjithmonë them është ndoshta një fat i pashkruar që shqiptarët i kërkojnë të drejtat gjithmonë në rrugë e jo në institucione. Pra ka ikur koha, domethënë, që kërkesat të kërkohen në rrugë. Pse atëherë është paradoks se pse ne kemi krijuar institucionet. Prandaj ne kemi formuar dhe kemi krijuar institucionet për t'ju përshtatur nevojave të qytetarëve. Politika në rrugë, domethënë, mendoj që ka kaluar dhe është vjetëruar, por siç thash është një fat dhe fat apo fakti pashkruar që shqiptarët, më thënë, jo në kuptimin mitologjik, por në kuptimin historik që të drejtat e tyre gjithmonë i kanë shpreh dhe i kanë kërkuar në rrugë. Por kjo në dimenzionet të tjera besoj që do të jetë, më thënë, një stimul që politikanët të ndryshojnë rrjedhjen e tyre dhe të mos i shfrytëzojnë institucionet politike të formuara nga qytetarët për shprehje të inatave të tyre personale. Shikoni çfarë paradoksi këto institucionet, qytetarët formojnë institucionet politike dhe institucionet shfrytëzohen nga politikanët për t'i treguar forcën oponentit të tyre, më thënë, politik. Jo, unë mendoj që institucionet duhet të formohen nga qytetarët dhe është demokracia thelbi i kësaj, më thënë që në epicentër ka qytetarin, por në thelb besoj që institucionet duhet të shfrytëzohen për t'i materializuar, jetësuar nevojat e qytetarëve. Studentët mund të luajnë ndonjë rol këtu, le të themi, në ndryshimin e perceptimit apo të reagimit të këtyre institucioneve, apo është diçka që vije nga njerëz në pozita më të larta apo nga shoqëria në mban? Normalisht që atë roli i studentëve nuk duhet të reduktohet, nuk duhet të nënvlerësohet. Besoj që luajnë një rol jetik studentët në vetëdijsimin, më thënë, politik të shoqërisë dhe të politikanëve tonë, por nëse roli i studentëve nuk penetron në gjithë shoqërinë tonë, atëherë, më thënë, do të mbetet mjaft i kufizuar. Çfarë do të them është që studentët janë nismëtarët, ndërsa përquesi do të jetë, më thënë, i gjithë populli. Do të kuptojë një herë që vetëdia jonë dhe do të transformohet në pajtim me konjunkturat rajonale dhe globale. Ju vetë si gjenerat, mendon ose të paktën nga ato që ke përreth, më shumë mendimet edhe debatet, më shumë do shta i zhvilloni me njëri tjetrin faktikisht, aty në rrugë ose në institucion ku studioni, apo drejtoni në rrjetet sociale, ndoshta të kanalet mediatike, ndoshta vije më lehtë ose janë më gjithë përfshirëse? Gjithmonë, mendoj që debatet apo diskutimet më emocionale ndodhin në kafene. Sidomos tek ne shqiptarët është pak sa interesante kjo që të elaborojmë gjithë politikën globale, më thënë, në kafene, por janë edhe rrjetet sociale. Sot janë rrjetet sociale, më thënë, janë baza ku e kupton njeriu, më thënë, aktualitetin politik. Dhe ke komentet, ke, më thënë, edhe postimet, cilët të ndihmojnë që të përballesh me aktualitetin, por që është edhe roli i komenteve që të ndihmon, më thënë, që të shohësh kritikat, që të shohësh një mendim dhe një perspektivë ndryshme, më thënë, nga ajo e jotja. Po, çfarë të bëjmë nga dezinformatat? Sepse dhe ato paka shumë deshëm apo zeshëm janë pjesë e jona dhe fatkeqësisht shpesh ndikojnë, apo jo, edhe në çastin apo perceptimin edhe mendimin e dikujt. Mos të keq kuptohem, besoj që dezinformatat e bëjnë politikën më të bukur. Pse? Më të bukur sepse i japin një lloj entuziazmi politikës dhe i japin një lloj jehone të themi politikës. Por besoj që përveç aspektit themi kështu simbolik që kanë, që thash, është roli, domethënë, i medjave, siç jeni ju, që ti domethënë evidentoj këto dhe ti domethënë që ti
që t'i zbuloj, që të mos krijoj një lloj, amullie, dhe një lloj dezinformimi tek qytetarët. Thej që në kafene i bën ato debatet le themi më emocionale, më euforike, për cila është më efikase, ato që shohim në rrjetet sociale apo faktikisht ballë për ballë? Apo ndoshta secila e ka të rrugtimin e vet? Jo, më efikas mendoj që do ishte ajo biseda ballë për ballë, sepse një perspektiv në Facebook apo në rrjetet sociale, në gjithë rrjetet sociale, gjithmonë është e shkurtër ai komenti dhe mund të heqet nga konteksti. Por kur ke ballë për ballë ti mund të dëgjosh personin të elaboroj gjithë mendimin e tij. Pra mendoj dhe jam i mendimit që duhet të jenë ato takimet ballë për ballë të fryqshme, të cilat ata do mësojnë nga ne do mësojmë nga ata. Jemi gjithsesi ne mjaft të hapur për të ndëgjojmë mendimin e njëri tjetrit deri në fund të faktikisht të kuptojmë edhe ta mendojmë, ta studiojmë, jo vetëm të replikojmë. Kjo ka të bëjë edhe me shoqërinë tonë, se sa janë liberal shoqëria jonë. Sepse do të përmend një ndër liberalet, Voltaire, i cili thotë që më bezdis ajo që thua, por do ta mbroj me gjithë jetën tonë të drejtën për ta thënë. Pra, unë mendoj që do të kemi një tolerancë në interakcionin, konceptual dhe filozofik që është baza e formimit të mendimit kritik të shoqërisë, nëse ne respektojmë parimin e tolerancës. Pra, unë ndoshta nuk pajtohem atë se çfarë thoni ju, por unë kam të detyruar të dëgjoj se çfarë thua, ose më thënë në të kundërtën. Për mendimin tim nuk qëndrojmë shumë mirë te kjo pjesa. Nuk qëndrojmë, jemi pak sa më shumë konservator këtu, por shpresoj që të ndryshojmë, Besoj që sa do deshem apo jo, ndërlidhet me pjesë tjera që folëm deri më tani edhe ka rolin e saj te këto ndryshime që duhet bëhen, qoftë në politikë po edhe te ne si shoqëri apo jo. Pjesa e tolerancës me patjetër, po deshem të zhvillohemi dhe të avancojmë këtu. Është elementi fundamental dhe jetik i cili ndihmon në zhvillimin dhe në progresin e shoqërisë. Të pyeta më herë sepse zgjodhe shkencat politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, kurse tani sepse fatkeqësisht po i afrohemi fundit të bisedës, dua të di pak se cila do jetë qasja jote ndaj saj tash e tutje. Ndonjë një plan, le të themi, më konkret ose thjesht ku mendon ti të jesh më i përfshirë, ku mendon se ndoshta veprimi yt apo reagimet e tua do kenë më shumë peshë? Nuk e di, nuk kam një qëndrim konkret në këtë fazë. Ndoshta do të jetë edhe përfshirja në parti politike, ndoshta edhe jo, për shkak se është kjo faza e studimeve. Diplomacinë e mendon si opsion apo nuk e? Nuk e di, më shumë ëndra ime qëndron që të vazhdojmë më shumë filozofinë politike. Është ajo ku unë e gjej veten, besoj, por me mendimin e Zotit besoj që do t'ja mundsoj vetvetes atë, por unë besoj që përfshimi apo jo në këto konfiguracionet partijake apo në partitë politike nuk e zbe edhe rolin mos përfshirja. Prandaj që si ai që përfshihet në parti politike, si ai që nuk përfshihet, duhet të jetë njeriu në qendër politike. Prandaj duhet të jetë i vëmendshëm ndaj projeksioneve ndaj veprimtarisë politike në vendin e vet, që të japë më të mirat e tij, qoftë nga jashtë por qoftë edhe nga brenda. Dëshëm apo zëshëm është diçka që na ndikon në jetën në secilin aspekt jetësor, po çdo herë. Edhe përfundua di se pasi je student akoma je në vit të dytë, çfarë duhet të bëjnë studentët tash e tutje, ndoshta një qasje të tyre pak më të thellë, pak më vendim pruese le të themi. Edhe jo vetëm studentët që për momentin po ballafaqohen me, domethënë, provimin e jurisprudencës dhe kërkesat të tyre, por në përgjithësi. Nëse duam që të ndryshojmë këtë shoqëri dhe politikën në shoqërinë tonë, unë para se të jem domethënë një lloj kritik, do të jem një lloj autokritik që pikë parë është e nevojshme që politikën ta mësojnë nga librat dhe jo nga kafeneja, për ta ndryshuar pastaj shoqërinë, dhe e dita që të kërkohet gjithë nevojat që i kemi, që të kërkohet një efikasitet dhe një zbatim institucional i nevojave tona në rast që do të kemi sukses. Pasi që vetëm në rrugë, vetëm me protesta dhe vetëm me ngritjet e zërit nuk e mohojnë efektet e kësaj, por pas zbatim institucional atëherë gjithçka është formale dhe jo esenciale. Unë uroj që gjitha mesazhet do ndëgjohen dhe do dërgohen ndoshta tek aty ku duhet, edhe do ndërmiren akoma dhe më shumë masa veprime dhe aktivitete në përgjithësi, dhe të kuptohet sa e rëndësishme roli i studentëve në shoqëri edhe në politike më gjërë. Dhe të falenderoj shumë ty që gjete kohë dhe mundësi sot të jesh me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në emision dhe kënaqësi kur shoh të rinj të tillë që kaq të vëdisuar dhe kaq të lexuar sikur ty, dhe uroj që ritakohemi për të tjera biseda. Faleminderit shumë, gjithashtu është hera ime e parë që paraqit në studio, do t'ju falenderoj shumë për mundësinë edhe. Faleminderit.
E dashur të dashur, pas një bisede kaq të këndshme dhe me kaq shumë vlera, ne po përfundojmë edhe për sot këtu, kështu që një pas ditë të këndshme dhe rishihemi sërish të premte në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.